Nëse nuk plotësohen kërkesat, na do të bëjmë ndalesë totale. Me gurë me krejt do të bllokojmë këtu skem qyshe që rrugtole skem. Neve nuk po na lehtësohet jeta, po veç po na vështirësohet çdo herë më tepër. Nonën do të më morë me qut, më ia dhon një vaksinë, por ku mos jellën në progops, mos jellën me çun bardhash, se jam ia llopit për më kthy në shtëpi. I ka po policinë se nuk ta nolet hiç, shkel edhe s'nol. Autobusat që janë kontraktuar prej komunës të nuk po guxojnë me nol, kanë thonë që janë të kërcënuar prej linjave private. Përshëndetje zotëri Burem, jam Gjaferi nga fshati Trud, jam edhe përfaqësues i fshatit. Kemi një protestë në fshatin tonë, arsyeja është bllokimi i rrugës nga të dy anët, ku s'kemi qasje as për stacion të autobusëve, as të varrezave, po as të orave, cilat i punojnë fshatarët. E nisi të ka shkruar, hajde shkojna në qitë protestë në Trud, ndërkohë derisa të shkojna mos harroni që të operimet e mia në terren kishin qenë të pamundura, mos të kishte qenë Delta Group, rrjeti i pompave me 21 pika, krejt Kosovën top kualitet derivatet, edhe posta easy, posta mas serioze në Kosovë. Do me thonë super customer service, shërbim ndaj klientit e keni top tier, plus super shpejtësi ndërgesa, hajde. Kërkesa jo në fshatit tënë është për shkak që mos kyqen rrugë, mos na kanë ndërprej domosdoshmë çdo sen, edhe kemi probleme me transportin publik. Edhe për shkak se që kanë qitë ndërpresat, edhe do me thonë prej që ekziston fshati jonë gjithmonë kem pas probleme me transport publik. Kështu që atëherë kem pas, po tash na kanë mësuar edhe ma keq na kanë bërë për shkak të transportit. Me pas qartë, tash te personat që vinë do me thonë që dojnë me shku në Prishtinë. Vinë prej asoj one, do të me kalu këto dhe me rreziku. Edhe prapë nuk ka ndalesë, nuk ka stacion për autobus. Kështu që e jona është... E ku nolët autobusi? Kurkun. Kështu që... Ku ka qenë ma herët stacion? Ma herët ka qenë këtu. Ka qenë ato? Tash të qito, tash thunë e nolë, normalisht është rrezik. Jo, nuk ka, se këtu rrezikohet çdo moment për shembull të banuri. E ku nolët autobusi? Ku do të më për momentin kur qëri këtë janë që janë të punësum, gjithmonë kanë problem me dalje, me u kyç me hyp në autobus. Prapë tash edhe nuk po e ndalin. As trafiku që është për Podio Prishtinë. A vjen me udhëtu shpesh me autobus? Po, çdo ditë udhëtoj, punoj në Bardhosh, çdo ditë udhëtoj, është pjesë shumë e rrezikuar. Jo për mua si rritu në janë nxënësat, studentat, nonat me fëmijë me karroca, nuk di çysh e kalojnë rrugën këtu me dal me marr shërbimin ambulant. Nxënësat e shkollës fillore, ciklit tult, mandaj edhe të rritun. A krejt ata do me thonë me ardhë në rarë ty ne krejt që këne i kalojnë, rrezikohen. Na që të jetojmë, jem qëtë fshat, banor qëti fshat, jem banor të komunës Prishtinës, kur është koha e fushatave, zgjedhjeve, gjithë na shohin, na gjenjë, për premtime, që të kryen zgjedhjet, ma kërkush nuk merret me neve heq. E qito autobuse, jo që udhëtoni me autobus, nuk ka stacionë, nështë ape vreni qëtë pjesë. Tu nuk nollet mo heq? Nuk nollet autobusi, përveç autobusave të podujeves. Autobusi urban nuk nollet këto. E qish po ja bëne me udhëtu, thash? Halli është kush qysht mundet mu gjinë, kere nuk kem se cili. Po, normal. Nuk ka kërkush, për se cilë antarë të familjes nuk ka kërë. E cila është kërkesa juve? Kërkesa jonë është spari sinjalistika për vend kalem. Du të mu hap këtu rruga me kalu këmpësort, ma ndaj edhe me pas stacionin, edhe trafiku urban me pas të detyrush me munal, banor duhet me qarkullu, duhet me udhtu. Neve nuk po na lehtësohet jeta, po veç po na vështirësohet çdo herë më tepër. E kanë mbyllur edhe vend kalimin si përshenjë edhe jo. Tash është paraqet rrezik. A qito ka qenë vend kalim ma herët, kjo ka qenë e hopne? Po hopne, tash këtë javë ndo këtë kanë montu këtë pjesë. E me qëfar arsuetimi do me thonë, se kur ta mshel një rrugë, a i të bënë zgjidhje tjetër? Po, dhëtë me pasë, ose mbi kalim, ose nën kalim. Po, qka ju kanë thonë, a jeni anku? Po, dhe, se di këta... Unë e kumë po kërkesin me Ministrit Infrastrukturës, kështu që do me onë në kanë këthy përgjegje, një që na kanë thonë kënë se që rrethi është ofër, kurse na i kemë varrezat, i kemë shtepizën, udhën e fshatit, stacioni ka qenë për para këtu, është anullu krejt. E që ka menoni që është zgjidhja qëto? Zgjidhja jonë ose të bëhet sinjalizimi i semafora, ose të bëhet rrethi. Tjera mënyra s'ka. Për mendimin semafora do me thonë me unal edhe me kriju mi qitë zebra. Me kryuve. A jeni anku ne i herë? Po jeni anku ne, kam edhe shkresat, që kuj kam edhe shkresat, që kum bo për rrugë që, lutem. A, Gjimel që ju pas keni komunës o Prishtinës, a jeni të sigur që bjen në kompetencat e komunës që kjo?
Kjo është në ministrisë. Ministrisë është, çfarë? Komunës është bortja e qytetarëve me autobusën me këtu. E jo në ministrisë. Edhe a keni marrë përgjigje? Që kur e kum bo, domethënë kërkesën, edhe s'na kanë kthy kur gjë hiç. Kur ka fillu rruga, unë e kum bo kërkesën që më bo këtu një zgjedhje. E jo me met kështu fshator sot me pas probleme. Nesër diçka ata nuk po ju intereson, au myt dikush asu myt. Jo vërtet, Po ata pas aksidente më herët këto. Ka pos bollë lloj për ditë, edhe kështu që çfarë kthimi kanë bo, domethënë është e pamundshme më bo E kthim. vërtet, kthimin që të rrugën që të prej kur të vesh është kogja problematike, sidomos të e marrë parasysh shpejtësinë me cilën qarkullojnë veturat. Shefti shpejtësia sa është e rritne, sa është e zhvilluar në domon që këtu mundet njëri me pas pasoja shumë po. Kështu që na kështu preferu që nëse s'bojnë zgjedhje na prap do dolën protesta do ta bllokojmë gjithsesi rrugën. Asni vend për momentin pej Prishtinën po dijem nuk ka më shpejt që vëzitin për momentin. Vëzitje, mu vëzit 150 në orë në këtë vend që s'morin mos atër këshyrë me dhe na, tash ja dhe të navroj neve, ja dhe na kena me regullu kështë zgjidhje, nuk ka problem. A shpejtësi morë këtu me këshyrë, policia dolin e nolin atje në autostradë, shembull ku është 60 në orë që është edhe nolin, kurse këtu 150 në orë, unë halos kum po patrull policisë, as mbardhash, as këtu, as kërkon. As rrim policia. Unë s'kum po se në lëvizje 24 orë kam lëvizje me këtë. Patrull sa është rrezik për ju? Rrezik maksimum. Qon fëmia s'kan ka shkojnë shkruan. Nonën do të më morë me qut më ia dhon një vaksinë për ku mos jelle në progops, mos jelle me çun bardhash, e te xhamia llopit për më kthy në shtëpi. Domthon kjo të merr. Tjetra është edhe e rruga atje te punëtoria, te mobileria atje në fund. Po në fund atje. Atje ma kanë mshel udhën. Ma kanë mshel udhën. Unë e prodhoj mobile, e kam fabrikat që 25 vjet janë e kanë mshel udhën edhe ju më shku kum po kërkesë, më kanë thonë që zgjidhje kena më bë me nënshkrim me krejt, domethënë u ekzekutu për mu miratu edhe kush ka punë së mirë. Derisa e kanë qit asfaltin. Na kanë dhënë fjalë, qit asfalti mo kush nuk merr me ja su merr me neve kërkushish. Atje 30 persona janë të punu blok e kem. E bojmë rrugën kështu pa nevojë. Qosën e kanë mbyll që është 50 vjet ka qenë rruga to mbyll ajo. Po. E kanë hop çito, a? Jo. Po s'është hop në astutja, përshë. Shumë rrezik. Atje kanë mshel edhe këtu, po ngëm. Mos e këshyr sot. Hajde këshyrën mbrëmje, domethënë vëzitët maksimum shpejtësia. Domethënë është rrezik konstant. Rrezik edhe për kerre, edhe për njerëz, edhe për gjithçka. Po e sheni, domethënë është mbulu, është bloku këtu kyçja kalimi, banorët e kanë shumë problem me dal prej anës tjetër në këtë anë në stacion. Këtu ka qenë stacion më herët, tash nuk është as stacion më, nuk nolet as autobusi, zgjidhja nuk është bo. Na sigurisht kena me shku, qëre, sot është e shtune problem me ron kontakt hanën, kena me këshyr me ron kontakt me ministrin, me ministrin, zotin Dimal Basha, edhe me këshyr cili është plani se s'mujnë papunësisht me i lonë qështo ta persona. Hajde ma knej, qëre me çfarë shpejtësie kalojnë do me dhonë. Nejse se edhe po letë knej, mujnë me nolë pak shpejtësin tash, ama Qikaq, ngone, kejtë operimet e mi janë tereni mund thënë sponsori jam, Izis, posta Izi dhe Delta Group, 21 pika karburantin krejt Kosovën siguroni me vizitu. Edhe një diçka. Po, hajde. Une ju më dënu, ma kanë morë patent shoferin për shkak 40 në orë në Prishtinë, midis Prishtine. 40 në orë ju më shkue 65. Kurse këtu, me qitë një kamerë që nuk qiko kjerë që shka nër 150, unë e dho përgjithsi, e msheli komplet shpijat e mija, i msheli në qëfë se ko që tu kjerë që shka nër 150 në orë. A unë e për 40 në orë. Po jo, i ka po policinë se nuk të nollet heq, shkele dhe s'noll. Pat, a pe ki rrezik kur pe kalon rrugën, qanej? Po që shja krejt të banuar të fshati të rrugës ka rrezik. Krejt. Do me thonë ja u kanë qitë edhe këtë blokadën këto edhe shpejt po vinë kirën. Po. Stacioni së është mo? Jo, s'ka stacion, të s'ka kur Qysh po shkon në Prishtinë? Në Prishtinë qysh po mujna, po për kazeti. E po e që shtu kalon njerëzit të ditën, këtu ka zonësa, ka fëmi, ka grove. S'kan qare, do me thonë krejt sta protestus që janë qëtë, me një pikë kalun që knej. Por më shku për Prishtina, do të më kalu gjithë qysha në knena. Burim na këshëm po shef edhe prej komunës me ne bo zgjedhjen e transportit, jo në qitë mënyrën që është për momentin.
Okej. Duhet të jetë sa ma i shkurt ju, më bëjt ky relacion kaq i gjatë për me u kyç me autobus transportit. Mirë po, mundësisht ndikimi ju ndoshta do të jetë edhe në komunën e Prishtinës, Se kena me kontaktua dhe komunën e Prishtinës sa i përket transportit. Unë si studente për shembull, që jena të lirum prej pagesës në trafik urban, tash autobusat që janë të kontraktuar prej komunës të nuk po guxojnë me nal, kanë thonë që janë të kërcënuar prej linjave private. Në fillim çështë ata na kanë thonë, neve kanë thonë ankon në komunë. Autobusat e trafikut urban po thonë që janë të Kanë thonë që janë të kërcënuar prej linjave private që kalojnë kënej. Edhe për këta autobusat privat që vinë prej PD-jevës, ata biletën do e kanë 50 cent, do të edhe do 1 euro, qysh që teket. Unë si student 2 herë kom dërgu videon që nuk ma ka në linja për shembull 22-she, edhe herën e parë kanë thonë e këqyru me analizojnë, a herën e dytë vetë kanë thirrë, edhe kanë thonë ata janë privat që dojnë e nalin, që dojnë se nalin, komuna i pagun ata. Jo, i trafik urban. Kanë thonë komuna i pagun ata, na smujna kur që me bo. Edhe kjo për neve është shumë keq, si student pse me pagu bilet kur komuna më ka liru dhe jena në komunë Prishtinës. Tu edhe pak zotni do të bllokojmë krejt. Qashtu është plani, a? Me gurme me krejt do të bllokojmë këtu skem qyshit që të rrugtolli skem. Okej, tash jemi u blloku rruga për banorëve. E vetja mënyrë është kjo nëse ndikojmë, për ndrysh nuk do të bëhet zgjedhje në fshatin tonë. Për mendimin tim, këtë çështje duhet me zgjedhë ministria sa ma përpara. Ti mos vjen deri te ndalesa plotësisht. A keni plan domethënë në rast se nuk plotësohen kërkesat? Nëse nuk plotësohen kërkesat, na do të bëjmë ndalesë totale. Apo këtë, deri të vjen zgjedhja edhe për fshatin tonë. Okej. Tash qysh po e sheni është blloku rruga njerëz prej banorëve këtu në fshatin Trud. Është blloku kyçja atyne në anën që kalon, domethënë është zona e pritjes së autobusit për Prishtinë. Tash nuk nalet më as autobuse, fatkeqësisht për shkak se rrezik, s'ka ku ndalet këto. Veturat qarkullojnë me shpejtësi shumë të lartë. Në të dy anët e rrugës është blloku. Hej, sot e shtunë na sigurisht edhe sot kena me provu me kontaktu me ministrin, mirë po gjasat janë shumë të vogla me na u përgjit sot, sidoqoftë të hanën kena me bu follow-upin e kësaj historie. Unë vetë sa e nisa për shkak se ministri s'po lajmërohet në telefon, kur nuk po lajmërohet, pavarësisht se e patëm diskutimin e fundit me të hyrjet e Dugagjini atje. Prap, po është problem me ron kontakt me të, ja nisa në email, qysh lëpke në storje, që këshyrën e që në ka thonë storje. Email me i nis, të këshyrëm kur po e këthen emailën, që kjo është emaila që unë jahum shkrujt, jahum nis Ministrisë Infrastrukturës. Në momentin që ka me pas një zhvillim ekstra rreth kësoj çështje, kena me bo follow-up storje 3. Për ndryshë unë jëmë burim pacolli me që ta më rëngjenin këtë platformat, siguroni një follow me ma bo, ku do që më shenim.